Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmiddin wa ba'd. Telesheques të nderuar, pikëspari, ju përshëndes me përshëndetjen të ngrohët islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hamdi i takon Allahu Gjelle Shanuhu, salavatet për Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salamin, dhe të mirët begatit e Allahut qofshin mbi ju. Gjithashtu në shfrytëzoj rastin këtë muaj të shenjtë të Kuranit, muajin e shenjtë të Ramazanit Sherifit, të gjithëve ja uroj për hajër ju qoftë muaji i shenjtë të Ramazanit. Pra, një temë ose një hadis dhe ta rrekmi bashkarisht, duke mësuar këtë hadis të pejgamberit alayhi salatu wa salamit, dhash Zoti ta kuptojmë, dhash Zoti ta besojmë, dhash Zoti dhe ta shtim në praktik. Pra dije pa praktika është sikur se një pemë pa frut. Qashtu dija e thatë nuk e don as Allahu, as pejgamberi Allahu Gjelle Shanu. Disa punë janë të vogla, mirë po pa mos me konë e vogla nuk vjen e madhja, nash sevapi, nash gjunahi. Pejgamberi alayhi salatu wa salam i thot, hafidhu ala sagair, runi të voglet, ke gjuna, runu pi gjunajt vogël, ke sevap, runu, praktikone sevapin e vogël. Sepse e vogla të qonë, të udhëzon, të e madhja. Inshallah Allahu Gjelle Shanuhu në run, në mbron në këtë muaj të shenjtë, muajin e Ramazanit, nga sherri i shejtanit, nga të ligët e kësaj dynjaje, të këshijet të cilët Allahu Gjelle Shanuhu i urren, edhe neve në ka thanën mos i bani gjunat e vogla, sepse e vogla ju dërgon dhe ju qonë teri të mëkati gjunahi i madh. Pra hadithin të cilin dhe të rrekmi kështu në pika të shkurta, aq koha sa premton, një sahabi me emën Umarët ibn Barra, i cili ka transmetu këtë hadis, ku thot pejgamberi alayhi salatu wa salami, ose ki sahabia, thot emrana Rasulullahi bi sab'in. Në ka urdhnu pejgamberi alayhi salami 7 vepra, 7 punë janë të vogla në pamje për mi praktikuar në jetën e përditshme. Pra të ndigjojmë këto porosit të pejgamberit alayhi salamit, se shka janë këto 7 gjana të cilët na porositën alayhi salatu wassalami. E para thot pejgamberi alayhi salatu wassalami, emrana bi iyadatil marid. Na ka urdhnu alayhi salatu wassalami që na të vizitojmë të smut, të ligët, halëgjit. Pra kjo një punë që mund me i thanën prej sunenul mehgjure i thohet, sunete që i kemi lanën pas dore. E mëse të gjitha qëto shatet i ceken për mes këtij hadisit, në praktik na i kemi lanën dhe nuk i praktikojmë, mund me thanë se shumë pak edhe hiq. E para thot pejgamberi alayhi salatu wa salami, ti vizitoni të smut. Pra i smuti, kur shkon e viziton dhe e jep një gajret, aja është një punë shumë e madhe. Sot smut, vetëm kur ndrojnë jetë që atëhere, shkojmë, atë smut nuk i vizitojmë. Shkakut arsijet, shumicat dihen, se nuk kujdesmi për smutet tonë, për të ligët tonë,
ke bab, ke nan, ke vlla, pa marrë parasysh. Pra kujdesja është, mujmë me thonë se shumë me një nivel të ulët. Para ata duhet me marrë leje, me bë telefonata, ani me shku me vizituan një vlla ose një motër. Pra vizita smudhve është porosia pejgamberit a.s. Njëherë pi herëve, pejgamberi a.s. në xhaminë e tina, i veti sahabët, a kush ka bërë sot një punë për hir të Allahut? Njëri tha unë ja Rasulullah. Pejgamberi e pyeti, çka ki punon? Po kam falën nafile, kam falë çikita, kam bërë çikita. Pra shumë të veta pejgamberi nuk ja pranoi. Një pjesë sahabëve tha ja Rasulullah, edhe unë kam bërë një vepër sot, faktikisht di vepra, di punë. Shka janë tha ato pejgamberi a.s. Tha njëna është, kam shku e kam vizitu për hir të Allahut një të smut. E dita e kam përcjellën për jetën e amshushme, një vlla ose një motër që ka qenë i vdekuri. Pejgamberi a.s. thot e sabte, ti e pa e qëlluan, ti pa e punuan di punë për hir të Allahut xhalleshanu. Pra kur shkuhet te i smuti shkuhet një 5 minuta, një ndihmë me ja dhonën, një fjalë të mirë me ja dhonën dhe në fund me ja lip një dua, edhe ai ti e ta lipën, po edhe ti ta lipish një dua, një lutje, se duat e smutëve janë të pranishme tek Allahu xhalleshanu. Pra kjo është e para, e dita tibaul bjanaiz, me shkuan me përcjell një vlla ose një motër për një jetën e ahiretit, pra në varrim, është porosi e pejgamberit a.s. Por jo si në ditët e sodit, nuk e dim a ndarësëm jemi të shkuan, a jemi të equan një kufam, një gjenaze në jetën e amshushme. Pra muhabeti nuk nalet, e keshme nuk nalet, këtë punë të cilët nuk janë në islam fare, s'kanë me bë fjalë, na jemi të i praktikuan edhe në rastet e vdekjes. Pra në vdekje, kur të shkosh në gjenaze, është porosia pejgamberit a.s. me net mahzun, muhabet, bised, dynjaje, mos me bë. Shka dish të bash dua lutje Allahut për atë vlla ose për atë motër. E nëse kështu na vazhdojmë, sukur shka jemi të i përcjellën dekmit e tonë, të dim se na nuk kemi bë asgjë, vetëm kohën e kemi hupën, lodhësi kemi. Për me meritu dhe me fituën, sa di kodrët e Uhudit pejgamberi a.s. i ka thënë, se vape, pra të shkojsh pas gjenazës, duke lutë Allahun për atë vlla ose për atë motër që ka ndruar jetë, dhe të rrish derisa përfundoje ceremonia e varrimit. Pra kjo është e dita të cilën na i porosit pejgamberi a.s. E treta thot të shmitul atis. Pra kur teshtën njeri, duhet me thonën elhamdulillah. E ai i cili të ndigjon, duhet me thonën yerhamukallah, Allah të pas më shiruan. Pra e teshmja, pejgamberi a.s. për na ka mësuar kështu të gjinmi ndaj atij çka teshen. E katra, wa nasru daif, mi ndihmuan të doptit, të lishtit. Një plak shembol dhe merë vetëm e kalon rrugën, ose është i verbët, ose a plak, i ndihmon të bash një tesh, të ndihmosh, qaj e ndihme e jote është që e ki zbatuan hadisin e pejgamberit a.s. ose porosien e pejgamberit a.s. Tash në praktik sot, i lishti, metët i lisht, hala shkojmë e shkelmi të lishtin, hala shkojmë i bojmë dam të lishtit, jo me ndihmuan, po mundomi edhe keqmi i bohen, e keqja pa marë parasysh, a me këshillëk, a me shka dëkov me mujt me i bohen, për i ban, kujna njeri të dobet. Allahu Gjelleshanu, thët kam me ngritën atë njerin e dopt. Atë shka i bojnë dam njerit të dopt,
ka me ngrit atë doptin deri sa të bëhet më i fuqishëm se ai që i ka bërë dëm. Inshallah jemi pi atyre që i ndihmojnë të doptit. E pesta thot është wa aunul madhlum, ati që i bëhet pa drejt me ndihmuan. Tash ai që ban zullum, ban dëm, ati i ndihmojnë në praktik, a ai i cili duhet të ndihmojnë se ju ka shkel e drejta, pa morë parasysh, pra drejta që ati që ka i mirët ose i shkelet, duhet me ndihmu që atina, a jo me shkuen me i bo hala ma tepër zullum. Sepse Allahu Gjelleshanu thot nuk e du zullumqarin, që ka ban dëm njerëzve, pa morë parasysh, a me goj, a me pun, a me shka do koft, nëse e ranon një vlla, ose një motër, ose një njeri, pa morë parasysh, bindja e ti qka është, pra nuk guzon muslimani të boje pa drejtësi ndaj atina i cili ju bëhet pa drejtësia. Pra sot në praktik e shofëmi se ai shka ban zullum, atina i shkojmë me mija në gjenazë, në vdekje, në darsëm s'ka vend ku me në quen, pra kur është ai shka ju ka bërë pa drejtësia, ata as gjemat nuk ka, edhe as kus nuk i shkon. Kjo atë dëshmi se shka jemi, atë e praktikojmë në jetën tonë. Për atë pejgamberi a.s. kur tha runu, hafidhu ala sagajr, runi të voglët, se e vogla është aje cila të qonë të dërgon të erite gjunahi i madh, ose të erite sevapi i madh. E gjashta thot pejgamberi a.s. wa ifsha'u selam. Pra, e gjashta pikë që në ka porositën, a.s. me dhanë selam. Pra, selamin tash në kohën e sotit, jemi të e pa se selamin jemi të emlu me dhe, nuk e praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Pra, selami, si cëlla piktine ka temë në veti, por në pikat të shkurtëra, pra, pejgamberi a.s. i thët, jepni selam, pse selami është përshëndetje e banorëve të xhenetit. Selami është ajo cila përshëndeten mëngjes, për ditën, për natën, për sa të jesh e gjallë, selami përshëndetja islame është. Pra, selamin nga dal shumë vene e kemi ngritën, e kemi hekën, e kemi larguan, edhe thojmë në aspektin e poplit ose ati kombi që ka i takojmë, mirë mëngjes, mirë dita, mirë mrama. Kjo nuk do me thënë se kjo a keq, mirë po, ma e mira, çdo herë njeri duhet të zgjedhë ma të mirën. Pra, falni, tesha ma e mirë shkon e zgjedhë njeri. Nuk e zgjedhë atë doptën, po e merë ma të mirën. Pra, edhe selamin duhet të marmi ajo shka ma e mirë, sepse në jetën e amshushme dhe tjetë përshëndetja e banorëve të xhennetit, Allah i të mushme në i baft, dhe tjetë fjala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra, nëse e shton që këtë fjallë, Assalamu alaikum, pejgamberi ka thënë dhe sevape. E shton wa rahmatullahi, 20 sevap. E shton 3 wa barakatuh, bëhen 30 sevape. Pra, këtë pagesë kush e ban përveç se Rabbul Aleminit. Për ata edhe kjo është një pi kërkesave të cilët për të mirën e tonë, pejgamberi a.s. në ka quen dhe në ka urdhnuan. Dhash Zoti të jemi për atyre të cilët e ndigjojmë fjallën e Allahut dhe e praktikojmë. Dhe e shtata është vë ibrarun muksim. Pra njeri betimin e ka në gjoj shpesh, sukur në ditët e sotit, pra betimin për pak e për shumë vallahi billahi tallahi. Pra nuk guzojmë na të përmendmi emnin e Allahu Gjelleshanu, seher neve të nëmteket. Pra Allahu në përmendmi zikër, ama në emër të Allahu të shesmi edhe të blejmë, shqit blerje.
Në emrin të Allahut bëhen mashtrime. Në emrin të Allahut shumë liga sot në ditët e sotit duke mlu të keqen me emrin e Allahut Gjelleshanu. Shkon shembull të blesh në çarshi, frikës se të shtej mallin jo të mirë, ti e pagun me parë të mira, a mallin të jep të dopt ose fare nuk ban. Për ata Allahu Gjelleshanu në ka porositën, mos me bo betim, mos me bo bije për pak e për shumë. Se bia është vetëm një, edhe ajo është wallahi, billahi, tallahi. Nëse qikit beja e rrëthulon, pra nuk e zbaton, nuk e qonë në vend, Sheriati Islam në detyron të pagujmë këtë denim, një lloj denimi, për të mirën e tonë, se nuk ka denimet e Zoti, për të mirën e tonë, pra deri 3 ditë Ramazan, duhet me i bajtën ai i cili nuk e ka dhonën, ka zhbetuan, as se ka realizuan. Pra betim në rreshëm Zotin e rujt, hala ma keq. Pra sot, ka të shkosh në emën të Allahut, dhe në qarshi në emën të Allahut, shkon dikun në emën të Allahut, të mashtron në emën të Allahut, krejt në emën të Allahut, dhe në fund shka kërkojmë në të mira për Allahut, besoj se Allahu Gjelleshanu të mira të jep, atine shka bojnë të mira. Pra, për me bo të mira, atëre duhet të kthejmë, të zbatojmë, jo vetëm të deklaromi se jam musliman, musliman edhe një kerrit janë gjetë emnin, pa ja kerr, musliman s'mun me kanën. Edhe një kafshës janë gjetë emnin, pa ja kafsh, musliman nuk ka. Pra muslimani, men selim el muslimune milisani hi vë jedi. Musliman është qaj shka me gu i mbron vëllezrit motrët e veta, edhe me pun me dorë, largohet për të ligave. Pra muslimani ka dëtira jashtëzakonisht, këtë janë të mira, sepse Allahu Gjelleshanu këtë mirët në ka dhonë në neve, pra na shka jemi të e bohën kërqit mirëve Allahut. Pra nëse vazhdojmë të praktikojmë sunnetet e pejgamberit a.s. të praktikojmë që të porosia, pra ndeke në smutin, a shka teshën, pra të ndihmojmë të doptit e kështu me radhë, nëse i zbatojmë sa kemi mundësitë e tona, të dimë se kemi me kanën të lumtur në dynja edhe në ahiret. Sepse pejgamberi nuk e ka dërgu Allahu në këtë muaj të shet, muajin e Ramazani Sherifit, për kur gjë tjetër se nuk ka Zoti interes, po interesi është i joni, është i njerëzimit. Ja ku ka ardhur njerëzimi në ditët e sotit, duke u larguar rrugës Allahut Gjelleshanu, pa marrë parasysh se ku beson çka beson. Njeri është i lirë të besoje atë çka doje, mirë për nuk është edhe i lirë të veproje ashtu si çdoje. Ka çdo sen kufi, ka rregulla, ka norma. Pra nëse na i praktikojmë normat, besoj se nuk do të ishmi çeto sot çka jemi. Nuk ka puna vetëm me pasën, pasuri, me pasën sen, por harmonia, dashuria mes vetit, shtrohet pikja ku është. Pra nuk ka metën, ja qesmi fajnë se koha ka ardhë. Koha nuk ka ardhën, por na nuk i zbatojmë porosit e pejgamberit a.s. Porosit e Allahu Gjelleshanu, porosit e Islamit. Dhash Zoti Gjelleshanu, inshallah, na ban prej atire, shke ndigjojmë fjallën e Allahut, dhe e mësojmë, e marrim në mend, dhe e shtim në funksion, në punë, që kjo është poenta, që ta fitimi, nëse e praktikojmë, a dije, vetëm dije, edhe shejtani të leshigjues të ndëruar, ma shumë saj nuk ka ditë kush, asë nuk din. Mirë po, Allahu Gjelleshanu nuk në këshirë neve guat që ka i kemi, në këshirë në shka zemrët e tona dhe veprët e tona. Inshallah, për nderin e këtij muaji madhështor, Allahu Gjelleshanu në ban prej atire, që i shtojmë të mirët e tona, e bojmë Allahun të kanshëm razi, pejgamberin a.s. dhe në fund rezultati edhe në detishmi të kënaqur me izin e Allahut Gjelleshanu. Fjala më e mira fillohet me bismillah
dhe fundi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.